Dashuria shpesh është më e ndërlikuar se sa duket. Ajo nuk është thjesht një ndjenjë e qetë, por një rrjet emocionesh që ngatërohet me frikën, pasigurinë dhe konfliktet e tjera. Benita e di këtë më mirë se kushdo tjetër. Ajo që ndjen për Claudin nuk është thjesht tërheqje, por një ndjenjë e thellë, e përzier me respekt, admirim dhe frikë nga humbja. Ndërsa flet me Albën, Benita nuk përpiqet të fshehë asgjë. Ajo e thot hapur se e do Claudin dhe se e ndjen shumë praninë e tij. E dua, Claudin e ndjej shumë, thot ajo, dhe në zërin e saj ndjehet jo vetëm dashuria, por edhe një dëshirë e fortë për t'u kuptuar dhe për t'u pranuar. Ajo e shet te Claudi inteligjencën, mirësinë dhe dëmshurinë, tipare që e bëjnë atë të ndjehet e sigurt, por njëkohësisht e ndjeshme. Megjithatë, pas kësaj ndjenje të fortë fshihet edhe një frikë. Frikë se dashuria e saj mund të bëjë që Claudi të humbas mundësi jashtë, se marrëdhënia e tyre mund të bëhet pengesë dhe jo mbështetje. Kjo është një tension i brendshëm që shumë herë ngatërohet me dashurinë vet. Benita nuk e do vetëm Claudin, por dëshiron që ai të ketë sukses, të jetë i lirë dhe të mos ndihet i kufizuar nga ndjenjat e saj. Kjo frikë e bën dashurinë më komplekse, sepse çdo lëvizje e Claudit bëhet një provë emocionale për Benitën. Por ndjenjat e saj nuk janë të izoluar. Xhelozia që ndjen për Elionën shton një shtresë tjetër tensioni. Benita e di që Claudi ka pasur një lidhje me Elionën dhe ndonjëherë kjo i bën mendjen të çmendet, të pyes se a është e mjaftueshme dashuria e saj, apo nëse e shkuara e Claudit mund të krijojë pengesa. Xhelozia nuk lind nga keqbesimi, por nga dashuria dhe frika e humbjes. Ajo nuk e urren Elionën, por ndjen se nuk mund të humbas atë që ka me Claudin. Kjo ndjenjë e përzier e bën Benitën të ndjehet e ndarë, dashuria për Claudin, frika për të ardhmen e tij dhe xhelozia ndaj Elionës. Kur i shpreh këto gjëra Albës, nuk është thjesht një shprehje sentimentale. Është një moment reflektimi, një mënyrë për t'u përballur me emocionet e saj dhe për të kërkuar mbështetje ose të paktën kuptim. Ajo nuk flet për t'u mburur, por për t'u liruar. E dashuroj Claudin, e ndjej shumë, është i zgjuar, i dashur, por kam frikë se i prish punë jashtë dhe e humb, thot Benita, dhe këto fjalë thjesht nuk janë një rrëfim i zakonshëm. Ato janë shpreha e një tensioni të brendshëm që shumë herë nuk gjen hapësirë për t'u thënë. Ato përshkruajnë një gjendje ku dashuria nuk është e thjeshtë, ku kujdesi për tjetrin kthehet në frikë dhe ku xhelozia nuk është vetëm emocion negativ, por një tregues i rëndësisë së lidhjes. Për Albën, dëgjimi i këtij rrëfimi është një moment reflektimi mbi marrëdhëniet e saj me të tjerët dhe mbi mënyrën se si ndjenja e dikujt tjetër mund të ndikojë në jetën emocionale të të gjithëve rreth saj. Ajo shet tek Benita një ndjeshmëri të madhe, një dashuri që nuk është egoiste, por që tenton të mbrojë dikë tjetër edhe kur e rrezikon veten. Ky është një mesazh i fuqishëm mbi pjekurinë emocionale. Dashuria shpesh është më e ndërlikuar se sa duket. Ajo nuk është thjesht një ndjenjë e qetë, por një rrjet emocionesh që ngatërohet me frikën, pasigurinë dhe konfliktet e tjera. Benita e di këtë më mirë se kushdo tjetër. Ajo që ndjen për Claudin nuk është thjesht tërheqje, por një ndjenjë e thellë, e përzier me respekt, admirim dhe frikë nga humbja. Ndërsa flet me Albën, Benita nuk përpiqet të fshehë asgjë. Ajo e thot hapur se e do Claudin dhe se e ndjen shumë praninë e tij. E dua, Claudin e ndjej shumë, thot ajo, dhe në zërin e saj ndjehet jo vetëm dashuria, por edhe një dëshirë e fortë për t'u kuptuar dhe për t'u pranuar. Ajo e shet te Claudi inteligjencën, mirësinë dhe dëmshurinë, tipare që e bëjnë atë të ndjehet e sigurt, por njëkohësisht e ndjeshme. Megjithatë, pas kësaj ndjenje të fortë fshihet edhe një frikë. Frikë se dashuria e saj mund të bëjë që Claudi të humbas mundësi jashtë, se marrëdhënia e tyre mund të bëhet pengesë dhe jo mbështetje. Kjo është një tension i brendshëm që shumë herë ngatërohet me dashurinë vet. Benita nuk e do vetëm Claudin, por dëshiron që ai të ketë sukses, të jetë i lirë dhe të mos ndihet i kufizuar nga ndjenjat e saj. Kjo frikë e bën dashurinë më komplekse, sepse çdo lëvizje e Claudit bëhet një provë emocionale për Benitën. Por ndjenjat e saj nuk janë të izoluar. Xhelozia që ndjen për Elionën shton një shtresë tjetër tensioni. Benita e di që Claudi ka pasur një lidhje me Elionën dhe ndonjëherë kjo i bën mendjen të çmendet, të pyes se a është e mjaftueshme dashuria e saj, apo nëse e shkuara e Claudit mund të krijojë pengesa. Xhelozia nuk lind nga keqbesimi, por nga dashuria dhe frika e humbjes. Ajo nuk e urren Elionën, por ndjen se nuk mund të humbas atë që ka me Claudin. Kjo ndjenjë e përzier e bën Benitën të ndjehet e ndarë, dashuria për Claudin, frika për të ardhmen e tij dhe xhelozia ndaj Elionës.
Kur i shpreh këto gjëra Albës, nuk është thjesht një shprehje sentimentale. Është një moment reflektimi, një mënyrë për t'u allur me emocionet e saj dhe për të kërkuar mbështetje ose të paktën kuptim. Ajo nuk flet për të mburur, por për t'u liruar. E dashuroj Claudin, e ndjej shumë, është i zgjuar, i dashur, por kam frikë se i prish punë jashtë dhe e humb, thot Benita, dhe këto fjalë thjesht nuk janë një rrëfim i zakonshëm. Ato janë shprehja e një tensioni të brendshëm që shumë herë nuk gjen hapësirë për të thënë. Ato përshkruajnë një gjendje ku dashuria nuk është e thjeshtë, ku kujdesi për tjetrin kthehet në frikë dhe ku xhelozia nuk është vetëm emocion negativ, por një tregues i rëndësisë së lidhjes. Për Albën, dëgjimi i këtij rrëfimi është një moment reflektimi mbi marrëdhëniet e saj me të tjerët dhe mbi mënyrën se si ndjenja e dikujt tjetër mund të ndikojë në jetën emocionale të të gjithëve rreth saj. Ajo sheh tek Benita një ndjeshmëri të madhe, një dashuri që nuk është egoiste, por që tenton të mbrojë dikë tjetër edhe kur e rrezikon veten. Ky është një mesazh i fuqishëm mbi pjekurinë emocionale. Në ambiente të mbyllura, ku njerëzit jetojnë bashkë, ndjenjat nuk lindin gjithmonë nga qetësia, por shpesh nga tensioni, afërsia e detyruar dhe mungesa e hapësirës personale. Pikërisht në një realitet të tillë ndodhet Limi, një djalë që përballet me dëshirat e tij, me impulsin për të folur hapur dhe me frikën se koha po i mbaron. Përballë tij është Eliona, një vajzë e ndjeshme, e vetëdijshme për situatën dhe e ngarkuar emocionalisht nga ngjarjet që kanë ndodhur brenda asaj shtëpie. Momentin që Limi vendos të flasë, ai nuk e bën me gjysmë fjalësh. Ai i propozon Elionës drejt për drejt, me një sinqeritet që për disa mund të duket i bukur, e për të tjerë i nxituar. I thotë se është shumë e mirë, se i pëlqen dhe se për të është më e bukura e shtëpisë. Fjalët e tij nuk janë të ftohta apo llogaritse, ato burojnë nga një dëshirë e fortë për të mos lënë gjë pa thënë. Ai shkon edhe më tej, duke shprehur keqardhjen që do të ndjente po të largohej nga ajo shtëpi pa marrë kënaqësinë e saj, pa jetuar atë që ndjen. I flet për një mijë e një puthje, për tërheqjen që ndjen ndaj saj, për impulsin që e shtyn të veprojë pa menduar gjallë. Në thelb, Limi po kërkon një përgjigje të menjëhershme, një konfirmim që ndjenjat e tij nuk janë të njëanshme, por Eliona nuk është në të njëjtin ritëm. Ajo e dëgjon, e kupton dhe ndoshta edhe e ndjen peshën e fjalëve të tij, por nuk e lejon veten të udhëhiqet vetëm nga momenti. Përgjigjja e saj është e sinqertë dhe e matur. Ajo i thotë se kanë ndodhur disa gjëra në atë shtëpi, ngjarje që e kanë vënë në një pozicion të vështirë emocional. Ajo nuk ndihet e lirë të marrë një vendim të pastër, sepse çdo veprim aty brenda merr për masa më të mëdha se sa duhet. Eliona pranon se ndodhet në një pozitë të keqe, jo sepse nuk ndjen asgjë, por sepse ndjen shumë. Ajo e kupton se ambienti ku ndodhen nuk është neutral. Është një hapësirë ku gjithçka shihet, interpretohet dhe gjykohet. Në një vend të tillë, ndjenjat humbasin spontanitetin dhe kthehen në barë. Megjithatë, ajo nuk e refuzon Limit në mënyrë absolute. Me një qetësi që tregon pjekuri, ajo shton se po të ishin jashtë, larg asaj shtëpie dhe larg ngjarjeve që kanë ndodhur, do t'i jepte një shans. Kjo fjali nuk është një premtim, por as një mohim. Është një vijë e qartë kufiri mes dëshirës dhe realitetit. Ky moment mes Limit dhe Elionës nuk është thjesht një skenë flirtimi apo refuzimi. Ai përfaqëson përplasjen mes dy mënyrave të ndjerit, njëra impulsive, e drejt për drejt, që kërkon përmbushje të menjëhershme, dhe tjetra e kujdesshme, e vetëdijshme për pasojat dhe kontekstin. Limi flet nga dëshira, Eliona përgjigjet nga përgjegjësia. Në thelb, ky episod na tregon se jo çdo ndjenjë, sado e fortë të jetë, mund të jetojë në çdo rrethan. Disa ndjenja kanë nevojë për hapësirë, për kohë dhe për qetësi që të zhvillohen. Kur këto mungojnë, zgjedhja më e vështirë, por edhe më e drejtë, është të vendosësh kufi. Për Limit, ky moment mund të shihet si një refuzim, por në të vërtetë është një ftesë për reflektim. Ai duhet të kuptojë se sinqeriteti nuk mjafton gjithmonë, rëndësi ka edhe mënyra, koha dhe vendi. Për Elionën, ky është një akt vetëmbrojtjeje emocionale, një përpjekje për të mos u futur në diçka që mund ta lëndojë më vonë. Në fund, marrëdhëniet njerëzore nuk ndërtohen vetëm mbi pëlqimin dhe tërheqjen, por mbi respektin për gjendjen e tjetrit. Mes dëshirës së Limit dhe kufive të Elionës qëndron një e vërtetë e thjeshtë. Ndonjëherë, të thuash jo tani është forma më e sinqertë ndoshta. Ky shkrim na kujton se pjekuria emocionale nuk qëndron tek sa fort ndjejmë, por tek sa drejt dim të veprojmë me ato ndjenja.